Prokuroria e Fierit ka dërguar për gjykim 3 zyrtar të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Mallakastrës dhe 3 policë, të akuzuar se lejuan 7 ndërtime pa leje, edhe pse ishin në dieni. Në gjyq është dërguar edhe një qytetar që ndërtojnë në mënyrë të paligjshme. Pas një hetimi të nisur që prej muajit tetor të 2024-s, Prokuroria e Fierit ka dalë në përfundimi se qytetarët që ndërtonin pa leje pajiseshin me deklarata paraprake për kryerje punimesh dhe më pas kryenin ndërtime të cilat kërkonin pajisje me leje. Në disa raste të ndërtimeve pa leje rezultoi se strukturat përkatëse inspektuese dhe ndihmës specialistët e zonës ishin në dieni të ndërtimeve pa leje dhe nuk ushtronin përgjegjësitë e tyre sipas ligjit. Nga hetimi u provua se kryeinspektori Ajet Xeba dhe 2 inspektorët Shkëlqim Gjeladini dhe Kevin Ymeraj nuk ushtruan detyrat në 7 raste të ndërtimeve pa leje, po ashtu edhe 3 policët, Ylli Koroveshaj, Irfan Bajrami dhe Dashamir Jaupaj nuk kanë ushtruar detyrat në evidentimin dhe identifikimin e ndërtimeve pa leje, megjithse kanë patur dieni. Të gjithë të pandehurit janë pezulluar nga detyra, ndërsa ndaj 3 zyrtarëve të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit është caktuar masa e detyrimit për t'u paraqitur.